Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Një i ri portugez u vra me thik në Ksamil pas një sheri banal me rojën e sigurisë një lokal i natë. Autori Sokrat Vata u arrestua nga policia në Levan të Fierit, i fshehur në bagazhin e makinës së 2 shtetasve turq. Policia ka vënë në pranga gjithsej 11 persona për këtë ngjarje. Të arrestuar janë edhe 3 kamarierë të përfshirë në konflikt. Gjithashtu 3 roje sigurie, ku njëri punonte në polici, një në policin bashkiake të Gjirokastrës dhe i fundit në burgun e Fierit, u vu në pranga për mos kallëzim krimi. Pronari lokalit dhe një shtetasi huaj janë shpallur në kërkim. Policia e Sarandës ka arrestuar 11 persona për vrasjen e turistit portugez Luis Miguel Varela Mendes, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Viktima 20 vjeç humbi jetën si pasojë e disa goditjeve me thik në pjesën e kraharorit dhe në shpinë. Autori dyshuar i krimit është 29 vjeçari Sokrat Vata, i cili u kap në fshatin Levan të Fierit në bagazhin e fshehur të një automjeti pa korr pas krimit. Makina drejtohej nga 31 vjeçaria me kombësi turke Ezgi Perlak, me pasagjer partnerin e saj turk Nu Mahmutoglu 38 vjeç, që të dy u arrestua nga uniformat blu. Në deklarimet e bëra në polici, ata thanë se kishin njohje me autorin e krimit dhe e kishin fshehur në makinë me qëllim që ta transportonin drejt Tiranës. Të dy akuzohen për veprën penale të përkrahjes së autorit të krimit. Për zbardhjen e ngjarjes setuesit shoqëruan në komisariat 41 persona, të cilët u morën në pyetje. Sipas policisë në orën 5:15 të së martës, në ambientet e lokalit Principote dhe më pas në plazhin e lokalit Paradise në Ksamil, gjatë një konflikti midis disa personave, 29 vjeçari Sokrat Vata nga Hasi dyshohet se e ka goditur me thik disa herë në trup turistin portugez. Po në të njëjtën kohë, edhe David Hurtevent, 29 vjeç, i shpallur në kërkim, e ka goditur me grushte viktimën. Të dy këta shtetas akuzohen për vrasje me dashje kryer në bashkëpunim. Sipas hetuesve, edhe 4 kamarierët e lokalit Principote, Sergji Selimi, Erviz Bunci, Ildi Cekani dhe Murat Xhabina kanë goditur me grushte Luis Miguel Varela Mendes përpara se 29 vjeçari ta qëllonte me një mjet prerës. Në vazhdim ata janë larguar nga vendi i ngjarjes. Ndaj tyre rëndon akuza për moskallëzim të krimit. Gjatë konfliktit në lokalin Principote kanë qenë në rolin e bodyguardëve shtetasit Miosit Matushaj, punonjës policie në drejtorinë rajonale të kufirit dhe migracionit Gjirokastër, Luciano Seferi, punonjës në burgun e Fierit, dhe Romeo Sheu, punonjës i policisë bashkiake të Gjirokastrës, dhe Kristi Koshi. Të katët kanë pasur detyrën e sigurimit dhe nuk kanë ndërhyrë për parandalimin e kësaj ngjarjeje, si dhe më pas nuk kanë njoftuar autoritetet e policisë së shtetit. Në momentin e konfliktit, në ambientet e lokalit Principote ka qenë edhe pronari i tij, shtetasi Bekim Bulica, i cili më pas është larguar duke mos kallëzuar në autoritetet përkatëse. Për shtetasit Seferi, Koshi, Bulica dhe Sheu rëndon akuza mos kallëzimi krimit, ndërsa Miosit Matusha i akuzohet për veprat penale mos kallëzimi krimit dhe mosmarrje e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshmërisë. Është plagosur me mjete prerëse pas një konflikti mes disa personave në zonën e plazhet në Durrës. Ai është transportuar me urgjencë në spital, ku për shkak të plagëve është futur menjëherë në sallën e kirurgjisë. Gjendja e tij shëndetësore ende nuk dihet, ndërsa policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të konfliktit. Aktualisht po punohet për identifikimin dhe kapjen e personit të përfshirë, ndërsa po mblidhen prova dhe po merren dëshmi nga personat që mund të kenë ndjeni. Ende nuk janë bërë të ditura shkaqet e konfliktit, ndërsa priten detaje të reja si për dinamikën e ngjarjes, ashtu edhe për gjendjen e të plagosurit. Situata e zjarreve në vend është përmirësuar, 4 vatra janë aktive, ndërsa 3 të tjera janë në monitorim. Në malin e Dajtit dhe atë të Tërbunit në Puk vijon angazhimi për shuarin e flakëve, ndërsa nuk ka rrezik për banesat. Forcat zjarfikse po marrin ndihmë edhe nga ajri, ndërsa zjarri është shuar në parkun e Lurës pas disa ditësh përpjekjesh. Përveç forcave në terren të angazhuara janë edhe 3 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Situata e zjarreve në vend paraqitet në përmirësim. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, deri në mbrëmjen e kësaj të martë janë regjistruar vetëm 7 vatra, ku 4 prej tyre mbeten aktive dhe 3 janë nën monitorim. Në Dajt të Tiranës vijon puna për izolimin e vatrës, ku janë angazhuar 50 efektiv të forcave të armatosura dhe 1 helikopter. Aktualisht, vatra nuk përbën rrezik për banesat, ndërsa në Prisk vatra është riaktivizuar, por situata mbahet nën kontroll.
Në Puk, zjarri në malin e Tërbunit vijon të jetë aktiv ndërsa operacioni për shuarje në flagëve po zhvillohet në terren të vështirë. Në zonë janë angazhuar mjete të shumta zjarfikse, 30 efektiv të forcave të armatosura dhe me mbështetjen e 2 helikopterëve. Sipas autoriteteve, zjarri nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Në lufaj të mirëditës, zjarri vijon me intensitet më të ulët dhe me avancim më të lehtë. Forcat janë pozicionuar pranë zonës dhe sipas autoriteteve nuk ka rrezik për banesat. Ndërsa zjarri në Gur Lur është shuar plotësisht pas një operacioni ku u angazhuan rreth 150 forca vendore, 30 efektiv të forcave të armatosura dhe 2 avion Air Traktor. E shuar plotësisht është edhe vatra në Brut Shtëmatit. Në monitorim vijojnë vatrat në qaf Helmes, Thari dhe Selenis, të cilat nuk paraqesin rrezik për zonat e banuara. Në terren vijojnë të jenë të angazhuar 140 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avion Air Traktor, ndërsa strukturat e mbrojtjes civile vijojnë monitorimin e situatës në të gjithë territorin. Ndërsa qindra forca zjarfikse dhe të ushtrisë prej ditësh po luftojnë me flakët në vatra të ndryshme në vend, një person u arrestua në flagrancë duke ndezur zjarr në Mirdit. Flakët përfshin rreth 400 metra katror sipërfaqe pyjore dhe u vund shpejt në kontroll, ndërsa ministri i Brendshëm Besfor Lamallari deklaroi se autorët e zjarrvënieve të qëllimshme nuk do t'i shpëtojnë drejtësisë dhe kërkoi nga drejtësia që të veprojë. Pash Marku nga fshati Gzish i Mirditës është vënë në prangat e policisë pasi është kapur në flagrancë duke ndezur 3 vatra zjarri në zonë. Sipas policisë së shtetit, 65 vjeçari Pash Marku u kap në kuadër të operacionit Piromani pas një pune që zgjati rreth 3 ditë në terren. Gjatë arrestimit, 65 vjeçari u kap duke ndezur 3 vatra zjarri në fshatin Gzish duke djegur një sipërfaqe pyjore prej rreth 400 metra katror. Vatrat u vënë më njëherë në kontroll nga shërbime zjarfikse në bashkëpunim me policinë. 65 vjeçari akuzohet për veprat penale ato të shkatërimit të pronës me zjarr dhe shkatërimi me zjarr i pyjeve dhe i mjedisit pyjor. Nga veprimet hetimore, policia dyshon se Marku mund të jetë autor edhe i disa rasteve të tjera të zjarrvënieve të ndodhura në territorin e Bashkisë Mirdit. Pas arrestimit të tij ka reaguar edhe ministri i Brendshëm Besfor Lamallari nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale duke bërë thirrje prokurorisë për hetim të plotë dhe ndëshkim të autorit nëse fajësia provohet. Tani është rradha e drejtësisë. Apeli im për prokurorinë është i drejtë për drejtë. Kjo çështje duhet të shkojë deri në fund. Hetimi plot, prova të plota dhe përgjegjësi penale për autorin nëse fajësia provohet ashtu siç edhe vetë autori e ka pranuar në momentin e arrestimit të tij. Asnjë autor i zjarrvënieve të qëllimshme nuk duhet të llogarisë se do t'ia hedh paq. Në reagim, ministri thekson se autorët e zjarrvënieve nuk duhet të mendojnë se do t'i shpëtojnë ndëshkimit, duke rikujtuar se zjarrvënia e qëllimshme përbën vepër penale. Pas një jave, flakët janë rikthyer në peshta Mbregas në lagjen Saliaj, pikërisht në të njëjtin vend ku një vatër zjarri ishte shfaqur vetëm pak ditë më parë. Zjarri ka përfshirë sipërfaqe me ullin dhe bimësi për shuarjen e flakëve. Janë angazhuar 3 mjete zjarfikse, 11 efektiv, 2 punonjës së shërbimit pyjor dhe 2 forcat e emergjencave civile. Pas shuarjes së zjarrit, një mjet zjarfikës është lënë në zonë për monitorim, me qëllim parandalimin e riaktivizimit të vatrës. Rikthimi i zjarrit në të njëjtin vend vetëm një javë pas incidentit të parë ngre shqetësim dhe kërkon vëmendje të shtuar nga organet kompetente për verifikimin e shkaqeve. Gjykata Supreme në Londër ka pranuar apelimin e shtetit shqiptar për të apeluar vendimin e gjykatës së lartë kundër ekstradimit në vendin ton të Edmond Axhiajt, i akuzuar si porositës i vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin dhe 4 britanikëve të përfshirë në këtë krim të ndodhur 3 vite më parë. Kjo i jap rrugë një vendimi për sjelljen para drejtësisë shqiptare të 4 të akuzuarve për vrasje, ndërsa portugezi Ruben Saraiva i akuzuar si ekzekutor i Nikulajt është dënuar tashmë me burg të përjetshëm nga gjykata e Lezhës. Gjykata Supreme e Mbretërisë së Bashkuar ka pranuar apelimin e shtetit shqiptar për vendimin e gjykatës së lartë që kishte bllokuar ekstradimin drejt vendit ton të 5 personave të dyshuar për përfshirje në vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, i cili u ekzekutua me armë zjarri brenda lokalit të tij më 19 prill të vitit 2023. Bëhet fjalë për Edmond Haxhin, i dyshuar si organizatori dhe porositësi i vrasjes,
Harriet Bridgman, Harry Simpson, Thomas Mithan dhe Stephen Hunt, që dyshohet se kanë marrë pjesë në një plan që çoi në vrasjen e Nikulajt. Pas identifikimit të autorëve, Shqipëria i kërkoi autoriteteve britanike ekstradimin e 5 personave për t'i ndjekur penalisht në Shqipëri. Në kërkesat fillestare për ekstradim, ata akuzoheshin për vrasje për shkak të gjakmarrjes dhe për prodhim dhe posedim të paligjshëm të armëve të zjarrit dhe municionit në bashkëpunim. Por gjatë procesit gjyqësor në Britani, akuzat mbi të cilat kërkohej ekstradimi ndryshuan. Në përfundim të seancës, kërkesa lidhej me veprën penale të vrasjes me paramendim. Kjo mos përputhje mes akuzave të paraqitura në kërkesën fillestare për ekstradim dhe akuzave mbi të cilat u urdhërua më pas ekstradimi, u bë shkak që Gjykata e Lartë Britanike të rrëzonte urdhërat e ekstradimit. Ky vendim i Gjykatës Supreme i hapi rrugë procesit në të cilin Gjykata e Lartë në Londër pritet vendos lidhur me ekstradimin në Shqipëri të Edmond Haxhiajt dhe 4 britanikëve që patën rolin e vëzhguesve të lëvizjeve të Nikulajt dhe informimin e vrasësit deri në ekzekutimin e biznesmenit në resortin e tij. I akuzuari për vrasjen e Ardian Nikulajt, portugesi Ruben Saraiva, është dënuar tashmë nga Gjykata e Lezhës me burgim të përjetshëm. Përgatitjet për krijimin e shtetit Bektashi në Shqipëri kanë hyrë në fazë intensive. 2 vite pas zbulimit të kësaj ideje nga kryeministri Rama, një media franceze thotë se shteti sovran rreth kryegjyshatës botërore të Bektashive do të jetë një model si Vatikani brenda Romës. Ai do të ketë pasaport, monedë, simbolet e veta dhe diplomat në vendet më të rëndësishme. 2 vjet nga zbulimi i projektit, media franceze Intelligence Online paralajmëron krijimin së shpejtit të shtetit të ri Bektashi, një enklav si modeli i Vatikanit në Rom, e shtrirë në 11 hektar brenda kryeqytetit të Shqipërisë. Sipas kësaj media franceze, përgatitjet për krijimin e shtetit të ri kanë hyrë në një fazë intensive dhe brenda muajve të ardhshëm pritet zyrtarizimi. Veç funksionimit si shtet më vete me gjithë strukturat dhe territorit sovran, përreth kryegjyshatës botërore të Bektashinve në Tiranë, ky shtet do të ketë edhe simbolet e veta, pasaportën e veçantë, monedhën e quajtur Bek, e cila sipas kësaj media do të indeksohet me çmimin e arit, si dhe diplomat në vendet më të rëndësishme të botës. Thuhet se lideri shpirtëror i urdhrit Bektashi, Edmond Brahimaj, njohur si Baba Mondi, pret nëse lidh delegacionet tuaja ndërsa po krijon edhe rrjetin e ambasadorëve jashtë Shqipërisë, duke filluar me Kreshnik Grezdën si ambasador të përgjithshëm të shtetit të ri Bektashi. Për Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përflitet Christopher Hilland, aktualisht biznesmen tekstilesh në New York, ndërsa në të shkuarën e tij ka patur rol në politikën amerikane. Si këshilltar në fushatën presidenciale të Bill Clintonit në vitin 1992 dhe zëvendës drejtor kombëtar politik për elektoratet etnike, kurse për Franz Belgjik flitet për Aziz Vardar. Artikulli përmend Aziz Vardar si administratori i kompanisë Data Sentinel Balkans, ku përfshihen edhe biznesmeni Julien Gerard Roche dhe ish-xhandari francez Christopher Cletenes për eksperiencën në fushën e sigurisë dhe antiterrorizmit në Shqipëri e Ballkan. Kjo kompani ka krijuar partneritete me Cyber dhe Terra për sigurinë kibernetike, analizën e operacioneve të ndikimit dhe rreziqeve, duke shoqëruar krijimin e shtetit të ri Bektashi, jo vetëm simbolikisht, por dhe me përfaqësim e bashkëpunim ndërkombëtar. Ky projekt u zbulua për herë të parë 2 vite më parë nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një intervistë për New York Times. Projekti u prit me kritika veçanërisht nga komunitetet e tjera fetare në Shqipëri, por për kryeministrin Rama, krijimi i shtetit të ri Bektashi nuk është çështje pronësore, por shpirtërore, shenjë e tolerancës fetare dhe garanci se Bektashin për shkak të kushteve aktuale, me anë të një mikroshteti, do u sigurojë mbijetesa dhe pavarësia afatgjatë. Mbi 204.000 biznese kanë përfituar nga ligji i faljes borxheve të vjetra që ka hyrë në fuqi në maj të këtij viti. Administratat tatimore bën me dije se deri në fund të korrikut nga amnistia fiskale janë fshirë në total 410 milion euro. Administrata tatimore kujton tatim paguesit se procesi i faljes së borxheve mbyllet në 31 dhjetor 2026. Shqipëria dhe 7 vendet të tjera europiane i bashkohen paketës së sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Bielorusisë, aleatit të Rusisë në luftën ndaj Ukrainës. Masat e reja forcojnë kufizimet ndaj eksporteve dhe importeve të mallrave dhe teknologjive që i shtojnë të ardhuraj qeverisë së Minskut. Mirë, me mua në studio është bashkuar Alesia Balliu, ish kryetare e forumit rinor të Partisë Demokratike. Alesia, mirë mbroma dhe kënaqësi që jeni në ora e fundit. Faleminderit për ftesën.
Alesja, çfarë opozite mendoni ju se do të shohim në këtë sesion të ri? A do të nis opozita me një strategji të re, le të themi, apo mendoni se do të ketë të njëjtën krizë të vjetër? Duke parë gjuhën e fundit që përdor Berisha në lidhje me të bërit opozit, nuk mendoj që do ketë risi opozita. Për mua opozita vërtet është në shesh dhe nuk është më Sali Berisha. Sali Berisha është minorancë, por mbi të gjitha nxjerrjet për bashkitë që janë nxjerrjet lokale që do të vinë do jetë pa diskutim i humbur, por do humbi dhe shumë territor në antarët e Këshillit Bashkiak, ku do jetë pa diskutim në minorancë total, dhe aty do vihet re ndryshimi real që do vi për gjithë shqiptarët, duke refuzuar në radh parë këtë opozitë shitur dhe pastaj të kalojmë për të përballur mazhorancën me votat që ka marrë. Por, Alesja, pse për këtë opozitë gabimin gjithmonë e ka populli, kundërshtari politik ose edhe ndërkombëtarën, ndërkohë që nuk e shohin gabimin te vetja. Nuk pati reflektim, por aman pati një ripërtëritje. Por për çfarë? Tani është qesharak Emilian thuash ripërtëritje, se të thuash ripërtëritje po me Flamurnokën sekretar të përgjithshëm, thuash ripërtëritje me individ që kanë humbur 4 herë, thuash ripërtëritje me individ që kanë shkelur kushtetutën dhe bëjnë si dashnori kushtetutës rasti Sali Berishës në fundit, atëherë vetëm ripërtëritje nuk është. Kjo ishte një ripozicionim i besnikëve të oborrit Sali Berishës për të sklaveruar dhe për t'i shërbyer dyqanit tij, që do të thotë dyqani dhe me 20 deputet i shërben po familjes Berisha, dhe ai nuk ka asnjë problem, është po i fituar. Qofse ne do të flasim të studio, do të flasim çka i nevojitet popullit, qa opozite i duhet, kush i bën rezistencë realisht qeverisë mazhorancës nga gabimet që ka pasur në këto 4 mandate qeveria Rama, atëherë flasim. Qofse do flasim për opozitën që është patëritës e kësaj mazhorance, atëherë kjo opozit vetëm opozit nuk është. Se po t'ishte opozit, do i mblidhte kjo qytetar në shesh, nuk do kishte nevojë ishte një palë e tretë e cila do t'i thriste ato në një protestë kundra pakënaqësive që normalisht mund t'i kishte çdo pushtet në çdo botë për shkak të izaurimit 4 mandateve. Por, Alesja, mendoni ju se kjo Parti Demokratike është pa një program apo pa një alternativë, le të themi, sepse nuk ka ide. Ajo parti, për sa kohë ka Sali Berishën, ka vetëm një program qartë si të ruaj kioskën dhe si të ruaj dyqanin personal për ta përdorur për interesat personale dhe familjare të familjes Por vet. nuk ka program sepse nuk ka ide, programi është i qartë sepse sepse kryetari i leadershipi i kësaj partie ka për detyrë të mbrojë dyqanin e tij për të mbrojtur fëmijët e tij, për të ruajtur pasuritë e tij, për të hequr nga spaku sekuestrën atyre 25 pasurive që janë sekuestruar familjarëve të vet. Dhe pa diskutim, kjo është objektivi i tij, nuk është objektivi i tij fitoria. Tani do ishte mashtrim që ne mund mendonim që sot Sali Berisha mund të rizidhesh e kryeministër. Sali Berisha foli shumë bukur në një duke mbajtur pa diskutim pozicionin që ka në opozitë, sepse ka një pushtet i kryetari i opozitës për i vërtetës. Tani Sali Berisha foli shumë bukur para 5 ditësh, tha Partia Socialiste tha ka rënë 25, unë po e zëj 30%. Sa ka rënë PD-ja, doktor? Se qofse për mua, jam dhe unë dakord, pëse ka rënë 30%, por kjo proteste ka shuar fare Sali Berishën, dhe më i dëmtuar i është opozita, pa diskutim, nuk është Rama. Rama është në pushtet, Rama duhet rëzuar, do rëzohet me vot nga populli, aman, qofse ti flet për 30% që në rënjës Parti Socialiste, dhe du të thuash sa ti ke rënë vetë. Do të thosh që ti nuk ekziston, dhe tha unë nuk merr me sondazhe. Dhe pse mendoni se nuk ka nguzimin ta thonë se sa kanë rënë vetë? Po hipokrit, sepse ai thot vetëm palën e kundërshtarit, nuk flet dot për veten. Dhe pa diskutim, duke parë që sondazhet edhe nxjerrin 9-0, se kundërshtari mund ta nxjerrë -25, unë po e marr mirë fill 30%, te nxjerrin -0 fare. Që do të thotë kjo protestë ka vërtetuar që vendi ka nevojë për një opozitë re, ka nevojë për një ndryshim, ka nevoj për dikë që t'i bëj balë qeverisë dhe ka nevoj për dikë që ta mundi qeverin me votë, se nuk ikën Edi Rama pa votë. Ti mund t'a shash me konferencat e vjetra tuat 10 herë në ditë. Edi Rama da alergoj populli shqiptar me kutin e votimit.
jo me mashtrimet e tua në konferencë, jo me retorikën boshe që ti bën, jo me mungesën e alternativës që ti prodhon, se këtë prodhon Sali Berisha sot, mungesë alternative, koha e ti politike ka mbaruar. Dhe pa diskutim që a i bën si kur supporton protestën, por protestusit dhe kjo protest ka që gjatë janë frika e ti më e madhe, sepse ato po shuajnë ekzistencën e opozitës, pa diskutim që po dëmtojnë qeverim, shkaktari dhe kryesore që po dëmtojnë sot është opozita dhe është Sali Berisha. Ju thoni që opozita ka nevojë për ndryshim, por nëse Berisha refuzon çdo ndryshim, a duhet që vetë demokratët të kërkojnë ndoshta një alternativë tjetër? Tani demokratët e kanë kërkuar alternativën e re. Pa diskutim nuk kanë gjetur hapësirë që e kanë kërkuar alternativën e re, po kanë marrë nokën. Tani kanë marrë nokën, por duke marrë nokën kanë dalë protestuesit e ka i sheshi dhe po marrin opozitën. Kjo është diferenca. Saliu ka ofruar nokën, protestuesit kanë rëmbyer sheshin. Sot sheshi nuk është i Sali Berishës, është i atyre protestuesve që ai nuk do t'i dëgjojë që kanë në sloganin e tyre Berisha Hamburg. Dhe ai këtë thirrje nuk e dëgjon sepse nuk ka vesh ta dëgjojë. Që t'jemi të qartë. Dhe duke parë që Berisha i jep alternativë nokën, i irriton ato protestues që aty dalin për Ramën, por dalin më shumë edhe për Berishën. Se shumica aty janë për zhvillimin e vendit dhe për krimin e opozitet të re. Sa ato individ, pa diskutim, Sali Berisha nuk e votojnë kur, sa do mund të duan largimin e Ramës, që t'jemi të qartë. Këto janë iluzionit që Sali Berisha do t'i bëj militantëve ti, individëve të palexuar, individëve cilët ai përpiqet i mashtrojnë politikën e tij të vjetër të mashtrimit, fyerjes, denigrimit, sepse ai nuk ofron zgjedhje. Ndërkohë protestuesit keq mirë në atë angazhim që kanë marrë, po kërkojnë një zgjidhje, ndaj qeverisë, po dhe ndaj vetë Berishës. Dhe ai thotë unë mbështes sot protestuesit. Pra ato kërkojnë Sali Berisha në burg. Këtë kërkojnë protestuesit. Se këtu më kujtohet edhe një batut që ka qenë këto ditët e protestës që thoshte një deputet e Elbasanit, nuk po kërkojnë protestuesit sa dorëshën e Ramës, sa nuk ishte vesh të dëgjonte. Nga ana tjetër e lidh me Berishën, i cili sot unë mbështes protestën, po dhe ky i fundit nuk ka vesh gjën që a thot Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Dhe këtë pjesën Berisha e kancelon nga pjesa për cilën i përket. Prandaj, populli është i irrituar, demokratët janë të irrituar, duan ndryshimin, duan zhvillimin, duan zgjedhje të lira dhe të ndershme, duan të mundin në Ramën me votë, por për sa kohë të jetë Sali Berisha në krye të opozitës, Rama për mua fiton dhe mandatin e 5 dhe këtë them me keqardhjen më të madhe. Por mendoni ju se kjo parti demokratike aktuale e ka një figurë që ndoshta mund ta zgjerojë opozitën përtej, le të themi, elektoratit tradicional të saj, apo nuk ekziston? Për sa kohë është influenca e familjes Berisha dhe për sa kohë kjo parti sot de facto drejtohet nga i biri Sali Berishës, që është Shkelzem Berisha, dhe pa diskutim shërben vetëm për pazaret e ngushta personale dhe familjare, nuk mund të lejoj një figurë që të rritet, nuk mund të lejoj një figurë që të ngjalli shpresën, nuk mund të lejoj një figurë që demokratët ta votojnë, dhe prova më e madhe, fatkeqësia më e madhe kësaj Emilian është rizgjedhja Nokës, sekretari i përgjithshëm, kur asnjë nga demokratët nuk e do. Dhe pa diskutim këtu vërtetohet e gjithë panorama, cilën sot e rrethon Partinë Demokratike. Shif fytyrën e Flamur Nokës sot, dhe pse nuk duhet votuar PD-ja nesër. Dhe kjo është një slogan, jo se them unë, shumë i qartë. Shif kush do ta drejtojë Shqipërinë nesër. Mund ta drejtojë Flamur Noka Shqipërinë nesër, këtë jo vetëm një demokrat nuk e voton. Elektorati gri jo, një socialist jo, po si do fitosh ti? Që të fitosh ty të duhet demokratët e bashkuar, të duhet vota gri, plus të duhet edhe vota e socialistëve cilët janë të pakënaqur me qeverinë aktuale. Shif fytyrën e Nokës, shif si do jetë Shqipëria nesër. Dhe pa diskutim, nuk mundet Shqipëria të votoj fytyrën e Nokës për një të ardhme nesër. Dhe nga këtu duhet nisi ndryshimi. Dhe ndryshimi është tek protesta, dhe unë prandaj me protestuesit. Sepse ato janë me opozitën, cilët kanë pakënaqësitë e tyre ndaj pushtetit, por kurse si kjo nuk duhet keq kuptuar që duhet vi Saliu në krye. Ata janë përtikur klasa e vjetër politike. Dhe Berisha këtë, sado që përpiqet ta fshehi,
ka qenë pafësia e tij e drejtimit opozitës, që njerëzit janë aty të pa orientuar në një protestë, kur mund t'i sillte vetë opozita në një protestë masive. Kjo tregon që qytetarët dhe kjo tregon që në asnjë vend të botës nuk bëhet protestë kundra liderit të opozitës, në çdo shtet botës bëhet ndaj personit i cili qeveris, ndaj pozitës, ndaj mazhorancës, është normale, por në Shqipëri ndodh që bëhet edhe ndaj liderit të opozitës. Alesja, është koha që demokratët të diskutojnë hapur një alternativ pas Berishës, apo vetë Berisha do e vras partin para sa i të largohet? Unë mendoj që Sali Berisha po tenton të vrasi partin dhe të marri me vete pasi a i të largohet, pasi një individi cili do që partia të ketë një ndryshim, të ketë një zhvillim, do lejon të zgjedhjet e libera, do lejon të ripërtëritjen si që a i e citon, por faktikisht de facto nuk po e bën. Të gjithë e dim që Noka është një ndër figurat më të urryera në Shqipëri. Jo më ta zinin demokratët për sekretar të përgjithshëm. Kjo të regon që a i për e përdor PD-n për interesat e ti, qoftë ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë ndaj interesave personale, qoftë ndaj SPAK-ut, si mburoj për të ruajtur pronat e familjes vetë, por mbi të gjitha për të qenë i paprekshëm, sepse duke qenë kryetari i opozitës, a i ka një pushtet në cilin a i mund të elaborojë disa gjëra që nuk mund t'i bëjë duke qenë një personazh i thjeshtë. Duke parë situatën aktuale, populli është i irrituar me këtë opozitë dhe ka dalë masivisht në shesh. Problemi i Sali Berishës është personal, nuk është problemi i Partisë Demokratike. Çfarë problemi personal? Është problem personal, pasi një individ i cili ka qenë kryeministër 2 herë, ka qenë presidenti i Republikës së Shqipërisë, nuk ka më problem për postë, por ka problem të ruaj trashëgimin e fëmijëve të tij. Dhe për trashëgimin e fëmijëve të tij, ai ka vendosur të bëjë kurban gjithë demokratët dhe Partinë Demokratike, duke mos e lejuar këtë parti që të zhvillohet, duke mos e lejuar këtë parti të jetë alternativ dhe pa diskutim duke e mbajtur një cirk ngushtësh besnikësh cilët as lagja vetë nuk i voton, që është rasti Nokës. Dakor, por kush po mban përgjegjësinë sot për shuarjen apo dobësimin e opozitës? Berisha, drejtuesit e Partisë Demokratike, apo vetë strukturat e partisë? Pa diskutim që është Berisha shkaktari kryesor dhe grupi i ngushtë i cili me anë të pushtetit dhe manovrave kanë arritur të mbijetojnë politikisht, por që nuk kanë arritur të triumfojnë popull, sepse populli i njeh mirë. I njeh mirë si fytyrën e Nokës, si fytyrën e këtyre të fundit. Dhe duke parë fytyrën e Nokës, nuk mund ta votojnë atë. Dhe kjo është pa diskutim rezultati i zgjedhjeve të fundit, ku PD-ja pati humbjen katastrofike në drejtimin e Sali Berishës, i cili nuk mundi dot rezultatin e Bashës 2021. Dhe duke parë fytyrën reale të Sali Berishës, atëherë arrim tek ajo që unë thash në fillim të intervistës, ai do mbrojë dyqanin e tij vetëm për interesat e fëmijëve të tij dhe të familjes tij. Ati nuk e intereson fitoria, nuk është Berisha në krye PD-s që Partia Demokratike të fitojë dhe Partia Demokratike nesër të jetë alternativ për të mundur Ramën. Po të vësh re ato sondazhe që ai përmend, 30% është minus PS-ja, por PD-ja nuk ekziston fare. Kjo është më e rëndë akoma. Dakor, por kush po e mban peng sot Partinë Demokratike? Berisha dhe rrethi i tij, apo nga ana tjetër deputetët që vazhdojnë t'i binden? Ato nuk janë deputet, ne kemi artikuluar shumë, ato janë rrogtarë, cilët pa Berishën nuk do ishin as deputet. Dhe duke qenë rrogtar, janë pa diskutim shërbëtor të liderit tyre, duke mos pasur një personalitet tyre, hish 5 personazhe që kanë marrë vetë mandatin, po flas për pjesën ndërmuese, janë individ cilët do t'i shërbejnë shefit tyre. Dhe ato janë në një shërbim aty, jo të popullit, po të shefit, se nuk janë deputet popullit. Ato që janë të popullit pastaj nuk e di pse nuk shprehen dhe nuk bëjnë një revolt ndaj Sali Berishës, po për deputetët që i ka zgjedhur në paaftësinë e tij, që pa diskutim ai di që janë të paaftë, se të ishin të aftë nuk do ishin zgjedhurit e Sali Berishës. Janë aksident politik, cilët nuk i shërbejnë as vetes tyre, jo më elektoratit në qarqe caktuara që janë zgjedhur. Por
Ku mendoni ju se po umbet më shumë opozita të rend, të protestat, të qytetarët, apo ndoshta edhe brenda vetë Protesta e Partisë bëri Demokratike? opozitën inekzistente, duke lënë atë pa shesh, duke lënë pa kaos, duke nxjerrur zbuluar, por mbi gjitha duke vërtetuar që kjo opozit nuk ka asnjë nga këto shërbëtor deputet si që quani juve në thonjza, ti përfaqësoj apo të shpalosi problematikat që kanë qytetarët në qarqe. Nga ana tjetër, opozita pa diskutim që në momentin që sheshi mbushet, dhe thot Berisha mbur ka i mesazh specifik, dhe mesazhi specifik është që ne nuk pranojmë ty për lider opozita, ne nuk të duam ty dhe ti nuk je zgjedhja jonë. Ktu fillon dhe mbaron historia. Dhe kjo opozit nuk inspiron më, çdo sondazh e nxjerr humbës. Dhe shkaktari kryesor është pa diskutim Sali Berisha. Që të ndryshoj PD-ja duhet ndryshoj leadershipi, që të vinë ndryshimi duhet tiki leadershipi. Pa ikur ai leadership nuk ndryshon, nuk ka ripërtëritje, ka vetëm rizgjedhje në shërbim të liderit, që është Sali Berisha. Nuk ka ripërtëritje. Ripërtëritja vjen duke pasur vot, duke pasur garë, duke pasur zgjedhje, duke pasur ndryshim. Ne pam zgjedhjet që ndodhen PD, u shkel statuti, u shkel kushtetuta, nga kush, nga vetë Sali Berisha që bën sigurisht dashnori kushtetutës në Shqipëri. Unë thot kushtetuta nuk e shkel, kur në fakt është i pari që e shkel. Sali Berisha i cili do garë, por nuk din antarët e kryesisë, antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, kë do votojnë nesër. Pse duhet ta dinin në moment fundi që do garonte Noka me Korreshin. Po ta cilësh në vëmendje ke intervistë të deputetit Korreshi me shumë respekt për këtë të fundit, që thot sot e mora vesh që do garoj për sekretar tha të përgjithshëm, po ta keni dëgjuar. Tu fillon dhe mbaron historia e zgjedhjeve fake Sali Berishës. Mirë, Korreshi ka thënë që edhe nuk kisha nevojë për fushatë së më njohin të gjithë. Prandaj nuk ka, pa diskutim që e njohin të gjithë dhe ka figurën dhe personalitetin e tij, dhe unë kam respekt. Në kontekstin e garës e kisha fjalën, që te kjo garë ata nuk ishin të informuar kush do garonte. Këtë do dinin demokratët, këtë do votonin. Kjo do të thotë që çdo gjë ka qenë e paracaktuar nga Berisha, dhe duke qenë e paracaktuar nga Berisha, pa diskutim që do ishte gomari, shërbëtori, Noka, i cili do ishte numri 2, se nuk ishte kush tjetër të bënte punën e gomarit, më mirë se Flamuri. Kam edhe një pyetje të fundit për ju, Alesja. Kur mendoni ju se do të thuhet hapur, ajo që në fakt e mendojnë ndoshta edhe vetë demokratët, por e mendojnë të gjithë, se koha politike e Berishës ka përfunduar dhe Partia Demokratike duhet të dalë me një leadership të ri. Unë mendoj që gjithë demokratët e kanë qartë sot që me Sali Berishën Partia Demokratike nuk fiton. Kushdo që sot i shërben familjes Berisha, i shërben o për një interes caktuar ose sepse po bën një tradhti kombëtare. Mbështesja Sali Berishën sot është të tradhtosh ideale dhe tradhtosh me gjitha kombin duke vrarë demokracinë në vend, duke penguar garën dhe duke mundur realisht alternativën kryesore për të mundur pushtetin Ramën. Dhe ai është paterica kryesore e Ramës. Kushdo i cili sot e suporton, kushdo i cili sot e voton, po bën tradhti kombëtare. Sepse Sali Berisha është kundra demokracisë në Shqipëri, është kundra garës dhe kundra zgjedhjeve të lira dhe ndershme. Unë jam në opozit, unë kam dëshirë pa diskutim ta mposh kundërshtarin, por me Sali Berisha kundërshtari nuk mposhtet. Berisha thot është 30% kundërshtari, pyetja ime është dakord Sali, 30 është Rama, ti sa përqind je minus në sondazh? E the që në sondazhe opozita del inekzistente. Del minus. Alesja Balliu, faleminderit, kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmjen ora e fundit. Ndërkohë, abc.news.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.